Dhe ja ku jemi prapë bashkë dashur miq, qysh e keni kuptuar në fillim të emisionit, kam tema të ndryshme që nuk kanë të bëjnë me njëra tjetrën, por që kanë përgjigje për secilën kategori të shikuesve tonë, marr parasysh që shqetësimet jo të gjithë i kemi të njëjta, problematikat jo të gjithë i kemi të njëjta, e si rezultat mundohemi që gjithëve ka pak t'ju përgjigjemi përmes burimeve dhe ekspertëve të fushave të ndryshme që i trajtojnë pikërisht temat dhe problematikat që ju dëshironi të trajtojmë. Sot në këtë pjesë të dytë do të flasim për një projekt i cili është financuar nga qeveria daneze, por implementohet në Kosovë nga UNDP dhe Ministria e Ekonomisë. Një projekt që është hera e parë që po ndodh në Kosovë, që unë besoj që pak prej juve keni ndëgjuar, sepse edhe thirrja nuk ka qenë publike, por që ndikimi edhe përfitimi është shumë i madh, madje shumë human, sepse kur do ta kuptojmë rrugës se sa rezultate të mira do të ketë si projekt dhe se sa përfitues do të kemi në këtë projekt, me siguri që do të kemi interesim edhe më shumë dhe do të kemi mundësi të shpresojmë që të jetë çdo vit si projekt, në mënyrë që sa më shumë familje të përfshihen në këtë projekt. Është tranzicioni i gjelbër dhe i drejtë për Kosovën, ku 70 familje në nevojë do të përfitojnë masa për eficiencë e energjisë. Se për çka po flas, unë i thash edhe më herët mysafirët tanë, Filojet Konjuiza, dhënëse në fondin e Kosovës për eficiencë të energjisë dhe Denjon Galimuna, menaxher i projektit Green Energy Future në UNDP. Të dy janë me mua në studio dhe do ta shtjellojmë në mënyrë që t'ju japim përgjigje sa më shumë për gjithë ju që keni kurrështje. Mirë se erdhët. Shumë graci me ju pas studio, mirë se erdhët Danian. Faleminderit shumë. Sidomos mu mbusqesh fytyra ndryshe kur foli për diçka që përfitojnë shikues, sepse emisioni Familja Jon ka një mision të tillë ku mundohem që çdo të mirë përfitim, qoftë edukim, qoftë edhe përfitim direkt, indirekt, financiar, jo financiar, për shoqërinë ta sjelli, ta shpalosim me shumë dashni të madhe, sepse mbi gjitha këtë mision kemi. Kështu që unë të doja, pavarësisht që femnave ju japim përparësi, doja të filloja me Denjonin, dhe të herë Filojet. Ta shumë një pakicë këtu. Okej, për respektojmë pakicën në këtë rast. A di po ndina e lirë se Filojetin e kom pas gjatë kolege, kemi punu bashkë në Klan Kosova, kështu që po ndina e lirë mi thonë prit pak që të Filojet. Kemi pas mision të përpashkët. Gjithmonë, edhe ajo që na kanë bajtë është gjithmonë kjo misioni për me ndihmu të tjerët. Denjon, unë e thash që projekti Green Energy Future, kur e tham, duke sikur unë kam shumë informacion. Me të drejtën, edhe unë nuk më desh me hi me lexu, e me marrë vesh pak më shumë, e sidomos me informu shikues tanë. Apo më tregon pak më shumë të lutna. Po, projekti Green Energy Future, që është cek edhe më herët, financohet prej qeverisë daneze. Është Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës dhe synim kryesor ka me ndihmu Kosovës në tranzicionin e drejtë dhe të gjelbërt. Tash, tranzicioni i drejtë dhe i gjelbërt nuk është diçka e thjeshtë, është shumë e komplekse, po ne me këtë projekt po mundohemi me kontribu sadopak në implementimin apo në thjesht implementimin e agjendës së gjelbërt. Tu e pas parasysh që jemi edhe në shkruajtje të traktatit të Komunitetit të Energjisë, marrëveshja e stabilizim asociimit, pastaj edhe deklarata e Sofjës. Nga të gjitha këto dalin shumë obligime që ne duhet t'i përmbushim për faktikisht të kalojmë në një tranzicion nga ekonomia me thëngjell në ekonomi me energji të ripërthrishme. Pra, komponentja, në fakt, ne kemi ardhur me bisedu për komponentën, njërën për komponenteve të projektit, po i ka 3 komponente. Para është ndihma apo mbështetja teknike për institucionet tona të cilat merren me tranzicionin e drejtë dhe të gjelbërt, dhe ngritja e kapaciteteve, trajnime e tjera. E kemi komponentën e dytë me punu me biznise, me biznise të mesme dhe të vogla. Edhe atyre mi ndihmu me kalu prej të bërit biznis në këtë mënyrë në atë me energji të ripërthrishme. Si dhe kemi komponentën për cilën do të flasim sot, është komponentja kryesore, po është komponentja kryesore që është mi ndihmu familjeve më në nevojë me implementimin e masave të eficiencës në për shtëpitë e tyre.
mundemi me diskutu pak ma tepër, po e ndojmë këtu për me... Më la përshtypje se që ta ndojmë me shikuesit gjatë kohës prej që ekziston familja jonë me UNDP-n shumë shpesh kemi shpalos projekte shumë të mira në të mirë të shoqërisë dhe gjithmonë të suksesshme me rezultate njësi që kanë qenë pritshmërit. Ajo që kam la përshtypje dhe që mu desht me i me lexu është edhe fondacioni ku Filojeta përfaqëson, sepse është i fondacion i ri, por që po bën një punë goxha të madhe. Tregon pak për fondacionin Filojeta. Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë është i krijuar me ligjin për eficiencë të energjisë dhe ka për mision implementimin e masave të eficiencës dhe promovimin e rëndësisë së tyre, do të thotë në mbrojtjen e mjedisit, në kursimin e energjisë dhe në ngritjen e komoditetit të njerëzve. Është krijuar në fakt në vitin 2019, por sikur të gjitha proceset, Covidi ka stagnuar këtë proces, por që shumë shpejt pastaj fondi është bërë një adresë shumë e sigurt e implementimit të masave të eficiencës së energjisë. Fillimisht ka filluar me implementimin e masave në ndërtesa publike të cilat menaxhohen nga komunat dhe ka realizuar me sukses 85 të tilla nëpër komuna, për të cilat pastaj ka vazhduar edhe me të rejat së fundmi. Por jehon më të madhe të punës edhe të rëndësisë së masave të eficiencës, fondi ka marrë nga viti 2023 të viti 2024, kur janë hapur thirrjet publike për qytetar, ku tashmë kemi pothuajse 4.000 përfitues që kanë implementuar masat e eficiencës së energjisë me ndihmën tonë prej 45%. Dhe së fundmi, projekti i fundit do të thotë është ky bashkëpunimi që kemi me UNDP dhe Ministrinë e Ekonomisë, që targetojmë një kategori të caktuar, janë familjet e asistencës sociale. Këtë herë nuk kemi thirrje publike, për shkak se qëllimi është shumë i qartë. Lista asistencës sociale ka rreth 20.000 përfitues. Dhe ne jemi kujdes dhe duke parë të rëndësishme, sa rëndësishme është investimi që po bëjmë, jemi kujdes që të konsultohemi edhe me shoqërinë civile, edhe me media, edhe me ekspertë të tjerë dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante, kemi ardhur me disa kritere tejet rigoroze që të kujdesemi që ndihma jonë të shkojë me të vërtet tek ata që kanë më së shumti nevojë. Dhe duke marrë parasysh, po, kanë qenë kritere të cilat i kemi përcaktuar që të targetojmë do të thotë kategori të caktuara brenda këtij numrit 20.000, duke marrë parasysh që po startojmë me 70 shtëpi dhe do të shkojmë deri me 200 shtëpi. Do të thotë nuk është numri aq i madh i përfituesve. Dhe ajo çfarë kemi vërejt nga thirrjet tona, që është një mësim kështu nga eksperienca, është që pikërisht këto familje kanë pas të vështirë t'i qasen aplikimeve, t'i qasen informacioneve. Prandaj i kemi targetuar ne përmes kritereve të cilat i kemi përcaktuar. Dhe kur flasim për kritere, do të thotë ne jemi fokusuar që nënat vetushqyese dhe familjet me persona me aftësi të kufizuar të përfitojnë, do të thotë ato familje që kanë që udhëhiqen nga nëna vetushqyese dhe ata persona që kanë të familje që kanë persona me më shumë persona me aftësi të kufizuar të përfitojnë. Dhe me siguri është marrë parasysh edhe statusi social ekonomik i tyne, domethënë nëse nga lista e 20.000 personave, të parët janë zgjedhur 70, të cilat do të thotë se fillimisht janë parë familjet që kanë nëna vetushqyese, do të thotë që udhëhiqen, që kanë më shumë persona me aftësi të kufizuar, që kanë më shumë numër të fëmijëve, do të thotë në familje, dhe është marrë parasysh edhe gjendja shtëpisë edhe se me çka ngrohen. Sepse, siç e përmendi edhe Dinioni, qëllimi është që të hiqen ngrohjet me qymyr sa më shumë, dhe në këtë format përmes implementimit të masave të eficiencës sigurojmë një ngrohje më të mirë dimrit dhe një freskime të madhe verës. Ky si projekt nuk është i rastishëm, me siguri është analizuar, është projektuar dhe është pashëm i nevojshëm, me siguri keni edhe të dhëna që janë, po e quajnë thojza emergjente që duhet të praktikohet hala më shumë edhe nga vetë ne si shoqëri. Po besoj që ta sqarojmë dhe ta shtjellojmë edhe për ata të cilët nuk e dinë shumë rëndësinë pse duhet sa më shpejt të kthehemi sa më shumë nga kjo lloj i marrjes së shërbimit të energjisë. Po, sigurisht. Domethënë potencialin më të madh ne e kemi në eficiencën e energjisë. Të pas parasysh që 98% e energjisë prodhohet nga të ngjilli, është pak më vështirë me kalu te
burimet e ripërfrishme të energjisë. Po potenciali më i madh, duhet pas parasysh edhe gjendjen e shtëpive dhe banesave, potencialin që mundemi me nxjerr më shumë është në eficiencën e energjisë. Për atë edhe projekti është fokusu, pjesa më e madhe është fokusu në eficiencën e energjisë. Domethënë, qysh e tha edhe filloi ta më herët, synimi kryesor është me kalu prej thëngjillit në burime të ripërfrishme, mirë po në anën tjetër me eficiencë të paktën e zvoglojmë shpenzimin edhe në të njëjtën kohë i bojmë që familjet me pas më komod mrena në shtëpi. Ka raste për shembull kur momentalisht dimrit vetëm një shtëpi, një dhomë ngrohet. Po, për arsye se ose ka nevojë shumë më shumë lanë djegëse, ose ka numër të madh dhomave. Kështu që me eficiencën e energjisë, momentin që i implementojmë masat, faktikisht energjia që prodhohet mbetet aty brenda. Domethënë kemi të rëndësishme me u fokusu ma tepër aty ku ka potencial më shumë, domethënë eficiencë e energjisë. Sigurisht kemi potencial edhe me energji të diellit, pak edhe të erës, ujë s'kemi, po pse mos me shfrytzu ato ku ka mundësi, domethënë po e shohim që mundësia është më e madhe, edhe është gjendja e ndërtesave qysh është, kështu që pse mos me u fokusu në këtë moment aty. Për neve që nuk kemi njohuri shumë, edhe po besoj që ata që përna djegën thonë qysh kanë me bo këto, kur unë në shpes kam qëtrinë e kur gjohas, e kam një shpëret që e dhezi me thëngjil, që t'ja u spjegojnë pak, nuk është e pa mundër, do me thonë. Si do të funksionaj kjo, Delian? Jo, nuk është e pa mundër që mundet në shtatë të jeta prej fondit, se ka kanë eksperiencë më tepër. Kur i përmendi masat e eficiencës së energjisë, këthe në atë pikë në vitin 2023, kur është dashur mi u shpjegu në detaje. Besoj që kjo pyetje ka më marrë me njëherë mas emisionin. Ato çfarë fondi do të implementoj në këtë projekt janë izolimi i shtëpisë, sepse në këtë formë do të thotë humbë ngrohja që ata, izolimi i kulmit, ndërimi i dyrëve dhe dritareve. Rrugës mund të kemi edhe intervenime që nuk i përkasin masave eficiente që janë ato ujmledhësit kështu me radhë, po që kontribojnë mandej në ruajtjen e masave të eficiencës së energjisë. Do të thotë paka shumë është një renovim jashtëm, i mbështjellësit të jashtëm të shtëpisë, po që akumulon, do të ruan nxehtësinë e ambientit, dhe në këtë formë rritet komoditeti, ulen faturat dhe sigurohet një mirëqenie më e mirë për familjet. Këtë e kemi implementu, do të thotë siç e thash, në bashkëpunim me qytetarët, ku ata i kanë implementu këto masa sipas kritereve tona, dhe mund të them me plot krenari që është një projekt i suksesshëm, sepse nga fjalët e qytetarëve shohim që kemi bërë një punë shumë të mirë. Të tilla kanë qenë edhe ndërtesat sociale që është dimri i parë që ata i kanë me 28 ndërtesa që i kanë me këto masa, dhe shihet një rezultat të jetë i madh në krijimin e komoditetit dhe uljen e shpenzimeve të këtyre familjeve. Për këtë punë do të thotë janë të përcaktuara kriteret nga ekspertët, nga ligji, që nuk guxojnë të lëshojmë pa në këto kritere, sepse vetëm në këtë format sigurohet që masat e eficiencës të jenë të suksesshme pas implementimit në këto shtëpi. Do të marrë kohë, e keni parashikuar se 70 familje janë përzgjedhur fillojta, po? 70 familjet e para janë përzgjedhur dhe aktualisht jemi në fazat përfundimtare të përzgjedhjes së kompanive, sepse synojmë fatmirësisht kemi arrit që të kemi një shtrirje të mirë në për komuna, që të prekim të gjitha regionet. Ku jeni fokusu më shumë, ku ka nevojë më shumë? Në të gjitha komunat, për shkak se kemi dashur të kemi gjithë përfshirje të komunave, dhe kjo na ka leju që lista 20.000 persona janë shumë, dhe prek të gjitha rajonet e Kosovës, dhe kompanitë synojmë që të punojnë për një herë, që të kryen intenzivisht të gjitha punimet të gjitha objektet si pas një plani dinamik që sa më shpejt të kryet edhe të punimet edhe t'ju krijohet ajo rehatia në shtëpitë e tyre. Ka një kohë të caktuar kur pritet të kryet, arsye pse po të pyes për këtë është sepse po shpresoj që keni me vazhdu si projekt, sepse jo... Projekti vazhdon deri në vitin 2027 me familje të tjera pastaj, por fillimisht në këtë fazë duhet të zgjedhim të thotë kompaninë dhe ata mandej kanë planin dinamik me të cilin duhet të kryen punimet në për shtëpitë e tyre.
ne kemi zgjedhë, procesi i përzgjedhjes ka qenë një proces pak më i komplikuar dhe më i gjatë, sepse nga ajo listë fillimisht kanë dalë familjet potenciale, cilat mandej janë verifiku përsëri nga qendrat për punë sociale në bazë të një liste të dokumentacionit të cilat janë kërkuar, dhe ne falenderojmë të gjitha qendrat për punë sociale që kanë qenë bashkëpunuese, për ato që në base nuk kanë pas kapacitetet të na përgjigjen pozitivisht në bashkëpunim, i ka kry fondi mandej këto verifikime, dhe më pas ka një fazë shumë e rëndësishme e projektit që ka qenë faza auditimit. Objektet auditohen dhe janë krijuar raportet e auditimit të energjisë, në cilat tregojnë që shtëpia i plotëson kushtet që të intervenohet në to, dhe cilat janë masat më të nevojshme për ato shtëpi. Dhe mbas atyre raporteve, pastaj implementimi është shumë më i lehtë, sepse janë të përcaktuara të gjithë. Do të thotë trashësia, lloji i xhamave, izolimi, kulmi, të gjitha janë të përcaktuara nga ekspertët. Më la përshtypje kur i përmende pak më parë të 3 pikat e projektit, e sidomos të pjesa e bizneseve të mesme dhe të vogla, që me siguri përveç të tjera ka nevojë fokus edhe te kjo pikë. A ka filluar implementimi diçka me këto, me bizneset? Jo, me bizneset nuk kemi fillu, jemi duke dizajnu këtë pjesën e bizneseve, bashkë me Ministrinë e Ekonomisë, edhe të shohim në çfarë mënyre po i qasemi bizneseve. Do thonë, po bëjmë pak kujdes që me pas mundësi me përfitu bizneset që me të vërtet ka nevojë. Jo bizneset që duket që ka nevojë. Po, edhe për këto nuk do të ketë diçka thirrje publike të hapura, apo do t'i... Ta shohim, jemi duke dizajnu me Ministrinë e Ekonomisë, kështu që do të dalim me komunikat edhe momentin që ta vendosim edhe këtë pjesë. Po, do më thonë, kjo komponentja e shtëpive është shumë e rëndësishme dhe edhe shumë e ndjeshme, kështu që për atë edhe po fokusohemi, fokusin më të madh si vjetë kemi këtu. Po, arsyeja pse të pyeta është sepse unë do të përgjigjem vetë në atë pyetje, sa përgjigjem unë, më mirë e marr prej teje përgjigjen, sepse zakonisht jemi goxha vigjilent në ato ku përfitojmë, e thaja edhe vetë që jo ato që kanë s'ka nevojë, po zakonisht më të zotë e më të shpejt janë çata gjithmonë, e prandaj edhe të pyeta edhe njën. Po kthejna prapë edhe një herë te familjet, këto familje 70 familje që kanë përfituar. Me siguri me që s'ka pas Republike kanë qenë kështu të papregaditur si që kishtë nga kjo e mirë që për ju vije. Si e kanë prit? Sigurisht që është lajm shumë i gëzueshëm edhe për përfituest, po edhe shpresdhënës edhe për familjet e tjera. Ata janë kontaktuar, fillimisht nga qendrat për punë sociale, pastaj janë vizituar një nga këto qendra, pastaj edhe nga auditimet, edhe tashmë vetë se janë të përgatitur me atë se çfarë do të ndodhë në shtëpitë e tyre, po është e vërtetë që ka qenë interesim shumë i lartë pas dhënies fillestare të lajmit që po fillojmë me projekte të tillë, sepse ka pas shumë familje që janë në listën për asistencë sociale që kanë pyet se çush me apliku, çush mu përzgjedh, janë çuar zyreve të fondit, rrjeteve sociale, telefonit, dhe kështu me radhë jemi kujdes që t'u tregojmë që janë kriteret të cilat mbase e mundi njëra tjetrën, pastaj kur vjen fjala për shembull tek numri më i madh i fëmijëve në atë familje, mund ndoshta një tjetër, sepse siç e ceka për shkak të numrit të vogël, qëllimi ka qenë që të mblim me të vërtetë një grup që ka me të vërtetë nevojë. Edhe ne vazhdimisht do të kemi pyetje, ne shpresojmë shumë sepse shpresojmë shumë që të ketë gjatësi, jo vetëm ky projekt, po të kenë edhe projekte të tjera, sepse mandati i fondit është që të ofrohen shërbime të tilla edhe të punohet në këtë drejtim, që të menaxhohet edhe me buxhete të tjera për të krijuar kësi projekte të tilla, dhe shpresoj shumë që edhe në të ardhmen të kemi të tilla që këto familje që kanë pas interesim të madh, sepse edhe familje të tjera që nuk janë raste sociale fare, kanë shpresuar që do të hapet thirrja edhe këtë vit, por ne funksionojmë bazë asaj që kemi, do të në bazë buxhetit që kemi në dispozicion. Sidomos sepse shikues që po na ndjekin, jo çdo herë të gjithë janë të paraqitur
dokumente në lista ku do janë raste pasaj të reja që kanë ndodhur rishtazi, edhe me siguri tendenca për mi u shkru, qoftë UNDP-s, qoftë fondacionit komercin ma e madhe, kur kuptojnë implementimin e projektit, kur e shohin rezultatin e këtyne shtëpive, me siguri keni edhe një plan B për këto. Angazhimi jonë është maksimal që ne jemi duke punuar intensivisht që të vime projekte të reja, të vime format të tjera të implementimit të masave dhe të ndihmesës financiare në implementimin e këtyre masave, qoftë përmes bankave komerciale, do të jemi të zgjedh modalitetet më të mira që të vim në ndihmë të qytetarëve. Dhe sigurisht ne dyert i kemi të hapura pastaj edhe për bashkëpunimet e tjera që të jetësojmë projekte të tilla, por një gjë shumë e rëndësishme të përmendet që eficienca e energjisë ka filluar të kuptohet nga masa. Edhe unë besoj shumë që këto projekte dhe promovimi i këtyre projekteve bën që edhe të tjerët, kur investojnë në shtëpitë e tyre, të kenë parasysh që një kosto fillestare në fillim kur e izolon pak më trash, kur i zgjedh dritaret më të mira, shpaguhet pastaj në të ardhmen përmes kursimit dhe krijimit të komoditetit për familjen e tij. Mendon që duhet punojmë ende në drejtimin për me kuptu rëndësinë e eficiencës së energjisë? Po, sigurisht, se kemi edhe një prej nën komponenteve të projektit që është edhe ngritja e vetdijes së qytetarëve për eficiencën e energjisë. Jemi duke punu në dizajnimin, në përfundimin e fushatës, është një fushatë që ka me fillu, edhe po, është shumë e rëndësishme se nuk është eficienca e energjisë vetëm fikja dritave, ka shumë se aq. Ose A+, 3+, që shikojmë të gjitha teknologjitë e Tu fillu për asaj që është piknisje e parë. Krejt ka pak. Po, duhet edhe sjelljet tona me ndryshu. Ka nevojë me ndryshu sjelljet tona si sillemi në çdo ditë. Kështu që edhe ajo do të vi, edhe fushata vetëdijsuese, po fushata ende s'është lancuar. Jo, nuk është lancuar, është duke u përgatitur. Fushata është duke u përgatitur. Në këtë aspekt të fushatave, me që e di që ju ndjekeni shumë kështu edhe nga shkollat edhe nga nxënësit, ne jemi në prag të lancimit të një gare më të madhe për nxënësit, sepse konsiderojmë që sjelljet ndryshohen edhe fitohen edhe nga gjeneratat më të reja, edhe ne jemi duke punu intensivisht që t'ju qasemi shkollave, grup moshave më të reja, që të kuptojnë thellësisht se sa e rëndësishme është energjia, kursimi i saj edhe eficienca e energjisë. Prandaj javët në vazhdim do të fillojmë me garën fillimisht për shkollat fillore, publike dhe private, do të nuk I kemi përjashtuar, ku do të kenë mundësin të garojnë me temat e eficiencës, edhe të shpërblehen punimet më të mira. Pastaj kemi edhe bashkëpunimet të tjera, do të thotë edhe me UNICEF-in këtë rast, kemi, sepse qëllimi, do të thotë unë e përmenda në fillim që fondi nuk I ka mandat vetëm implementimin, po edhe promovimin e rëndësisë, kështu që jemi do të thotë duke punuar që të fillojmë me grup moshat më të vogla, po thamë kështu shkolla të mesme të ulta, klas 6 deri 9, e tutje, që të shtrihemi me projekte në mbar Kosovën, që të kemi do të thotë një promovim sa më të madh të rëndësisë së eficiencës së energjisë. Sidomos tash në prag të dimrit, kur viteve të kaluara jemi përballë do të thotë edhe me kriza energjetike, jo vetëm Kosova, po mbar bota. Tash befasohemi nëse s'përballemi me këto kriza fillohet fatkeqësisht. Te këto garat janë të informuar shkollat, e keni bërë publike këtë? Javën në vijim do të bëjmë publike, do ta lansojmë zyrtarisht dhe ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me asociacionin e komunave dhe do të informojmë drejtoritë, shkollat dhe mediat dhe të gjithë. Dhe do të kenë mundësi të gjithë nxënësit që të gjejnë do të gjitha informatat në webfaqen tonë, në faqen tonë në Facebook dhe në të gjitha rrjetat tona sociale, por ne gjithashtu jemi të qasshëm edhe përmes telefonit edhe të na kontaktojnë në mënyrë direkte. Në ndërkohë jam me bindje të plota, I tham që sidomos fushatat që ka bash dhe herë UNDP
në kauza të ndryshme, gjithmonë kanë qenë fushata goxha efektive, edhe unë po besoj që edhe fushata që do të lansohet, sepse sado që mund të mendojmë që ndihmë dhe kemi një uri, unë ke shumë e sinqert, thash që paraprakisht mu dash me lexu për rëndësinë e komplet temës që po trajtojmë dhe jam e sigurt që këto e them me bindet plot që edhe shikues ka nevojë edhe për më shumë informacion, për më shumë hapësirë vëdisuese rreth rëndësisë eficiencës së energjisë, që po besoj që bile edhe më shpejt duhet publikohet fushata që keni planifikuar, organizuar ndonjëherë. Jemi po e dizajnojmë me fakte. Faktikisht paralelisht. Paralelisht jemi me një anketë në gjithë territorin e Kosovës për me kuptu sa ka dijeni, sa di njerëz për eficiencë, edhe ku mungon që ajo dije. Do të thonë, rezultatet e kësaj ankete do të shërbejnë për dizajnimin, faktikisht për kompletimin e fushatës. Kështu që nuk po dalim veç me bo një fushatë për eficiencë, po dalim me pa sa ka dijeni, sa di njerëz, edhe ku mungon që ajo dije, që me mujt mandej me dizajnu, faktikisht me programu ashtu fushatën që me shku aty ku duhet. Po, edhe unë besoj që këto do të shpalosen dhe publikisht, patjetër që i presim të shpalosim edhe tek portali Familja Jonë, edhe jeni gjithmonë të mirë pritur, kur e dim që çdo informacion që jepni në këtë studio është në të mirë të gjitha atyre që po na ndjekin, dhe pse jo pastaj gradualisht komplet vendit dhe disohemi sa më shumë të kjo rëndësia e eficiencës së energjisë dhe pse të hargjojmë më pak. Dhe mandej mund të mos kemi këto krizat e energjisë që i kemi në vazhdimsi. Është e rëndësishme të cekë që këtë vit për herë të parë kemi publikuar raportin e ndikimit, duke u bazu në projekte tona. Dhe të dhënat që kanë dalë në raport, do nëse është i pari i formatit të tillë, kanë qenë do të thotë surprizuese për masën. Ajo është i qasshëm do të thotë në webfaqen e fundit, edhe po synojmë që të vazhdojmë të bëjmë raport të tillë të ndikimit, sepse ajo çfarë kemi vërejtur është që njerëzit e kuptojnë rëndësinë e një investimi kur ajo përkthehet në numra. Në kilowatt e kursyer, në euro të kursyer, ai kështu më ra. Që aty mos i thrak se e mojnë me komoditetin që e kanë. Edhe mandej sigurisht në komoditetin, se mund të themi nga ato 85 projekte të para, shumica janë shkolla. Dhe ne jemi shumë të lumtur që sa herë do të fillojmë me hyrë në stinën e dimrit, e dim që janë diku rreth 6 shkolla që i kanë kushtet superiore fali masave të eficiencës. Dhe tash jemi edhe në përfundim 17 të tjerave të reja që pothuajse të gjitha do të thotë përveç një qendre për punë sociale, të gjitha janë do të thotë objektet arsimore dhe e dim që ata do të mund të mësojnë në komoditet shumë të lartë falë këtyre masave të eficiencës së energjisë, dhe unë po du veç me ta marrë një minutë me i falenderu të gjithara kolegët tonë që jo e përmendëm Denionin që është të pakit, po në meshkujt pakit që kemi edhe në zyre, sepse të gjitha ato inxhinierët do të thotë edhe arkitektet që i uprim këtyre projekteve janë gra. Janë vajza dhe gra, do të thotë, sepse dikur rreth 65% e fondit janë të punësuara, do të thotë gjinia femrore. Dhe prandaj po më duket edhe projektet janë të suksesshme. Prandaj punohen kursim shumë se janë gratë. Po edhe projekti, faktikisht, edhe projekti ka dhënë shumë rëndësi grave, ku prej 70 shtëpive 44 janë gra, do të thonë gra pronare të shtëpive, po. Edhe mos harrojmë edhe komunitetet jo shumicë. Do të thonë prej 70 numrit për 70 shtëpive, 20 janë të komunitetit jo shumicë. Dhe marrë parasysh që është nevojë më e madhe tek ajo pjesë. Unë shpresoj ju kam prapë të flasim për rezultatet, cilim edhe njerëz të lumtur, fytyra të lumtura, të cilët me të vërtetë kanë përfituar ashtu siç kanë qenë pritshmëritë edhe të UNDP-s dhe të fondacionit. Kështu që unë pata shumë kënaqësinë që pata në studio. Faleminderit kënaqësia jona, faleminderit edhe për kohën që na kushtuat në emisionin tuaj. Gjithmonë kënaqësi filli, Dënjan faleminderit. Faleminderit shumë edhe juve, deshta të shfrytëzoj rastin, falenderoj edhe institucionet që na kanë ndihmu në implementimin, që po na ndihmojnë fakt për implementimin e kësaj komponente, është Ministria e Financave, është mos flasim fondi, me fondin jemi partner, Ministria e Ekonomisë, pastaj kemi Ministria e Industrisë dhe Ndërmarrësisë, Tregtisë,
Ministria e Infrastrukturës, kështu që gjitha institucionet me cilat kemi bashkëpunu deri tash kanë qenë gjithmonë të gatshme me na ndihmu. Po, edhe faleminderit patjetër qytetarëve që gjithmonë bashkëpunojnë duke qenë edhe në pritshmëritë e tyre për çdo përfitim, po edhe korrekt në bashkëpunimin që ofrohet nga ju. Faleminderit shumë edhe një herë. Përndryshe për gjithë juve që keni edhe shumë pyetje tjera rreth kësaj teme, i keni faqet në rrjetet sociale edhe të UNDP-s, edhe të Fondacionit për Eficiencë të Energjisë, në Facebook dhe në Instagram, të dyja për pyetje, për informacione, publikime që i kanë, çdo gjë tjetër mund të kontaktoni direkt, por edhe nëse na shkruani neve, do të mundohemi t'ju orientojmë nga ta. Do shkojmë në diçka krejt tjetër, thash që kemi Laramani tema sot, do ta kemi një mjeshtër të pianës të ftuar, i cili para pak ditëve ka publikuar librin e tij me 20 këngë të dashura për pianon. Stile të ndryshme të këngëve të cilat janë përfshirë në këtë libër, duke filluar nga ato tradicionale, tek muzika rock, e shumë tjera që do t'i mësojmë nga vetë autori Agran Shujaku.